Në një kohë që jemi në sezonin turistik, duhet që bizneset kryesisht përgjatë shëtitores bregdetare dhe në zona turistike të edukohen me një orar të përcaktuar të depozitimit të mbetjeve. Këto pamje janë filmuar në një nga zonat në afërsi të Bregdetit, ku ka një numër të konsiderueshëm të bizneseve dhe aktiviteteve të ndryshme. Kjo ka sjellë një situatë vërtet shqetësuese në drejtim të higjienës, por dhe të mbeturinave që kanë marrë dhe në këtë zonë, në lagjen 10 Koriku, shumë pranë shënditores bregdetare lungomare. Si kundër ndiqni dhe pamjet, të cilat nuk janë as pak pamje dinjitoze për një zonë që cilësohet elitare. Kujtojmë këtu që për të mos patur problematika me mbeturinat në sezonin turistik, Bashkia e Vlorës vendosi një vit më parë disa orare të depozitimit të mbetjeve nga bizneset. Oraret ishin në orët e vona të mbrëmjes, me qëllim që të mos bëheshin pengesë për sezonin, por ky rregull duhet të jetë në fuqi edhe aktualisht, kur jemi në nisje të sezonit turistik. Kjo për shkak se Vlora do të jetë e frekuentuar nga pushues të shumt vendas dhe të huaj, por duhet që Policia Bashkiake të zbatojë vendimin e marrë nga Bashkia e Vlorës sezonin e shkuar për të rikthyer orarin e depozitimit të mbetjeve nga bizneset dhe respektimin e kësaj fashe të vendosur. Gjithashtu duhet të evidentojë bizneset që depozitojnë pa orar mbetjet në kontejnerët e qytetit, por që në fakt i depozitojnë në rrugët jashtë tyre. Policia Bashkiake duhet të vendosë në zbatim sistemin e gjobave për të orientuar drejt rregullit bizneset.